A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun fuqiplot. Dërsa salavatet tona dërgojmë pejgamberit ton Muhammed alayhis salam. Vëllezër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Një ditë i dërguari i Allahut Muhammed alayhis salam ishte i shtrirë te qabja dhe rrobat e tij i kishte bëj astak, ku i kishte vendosur mbi kokën e tij dhe pushante. Aty pari shkuan disa prej shokëve të tij dhe i thanë: ja Rasul Allah, sikur se nuk pe lut Allahun që Allah më na ndihmue, sikur se ti nuk po kërkon ndihmë prej Allahut që Allah më na hidh zullumin që po na bojnë qafirat mushrikët e Mekës, ndërsa pejgamberi alayhis salam po ju përgjigje tyne sahabeve të vet, këtyne shokëve vet, duke ju thënë se para jush ka pas njerëz besimtar të cilët kanë qëndruar në dinin e Allahut edhe përkundër persekutimeve që u kanë bë atyne. Për ata pejgamberi alayhis salam ju përgjigjet duke ju thënë: popujt e mëhershëm të cilët e besonin Allahun, pa besimtarët atyre ju bënin lloj-lloj torturash, masakrash e persekutimesh, sa që ngropeshin gropa të mëdha dhe i vendoshin dhe i mbuleshin dhe kësaj vdeshin, por nuk ndryshojshin në fejën besimin e tyre. Kishte prej atyre që i merrnin, thot pejgamberi alayhis salam, dhe e vendosnin në krahër të hekurit, ku e qerejshin apo ja largojshin lkurën prej trupit të tij deri në fund kamës, por ai nuk ndryshonte besimin, imanin e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, kishte prej atyre të cilët qëndronin në rrugën e Allahut, në besimin e tyre dhe nuk ndryshonin, sa që qafira pa besimtarët i ndajshin në dy pjesë të trupit të tyre, po prapë qëndreshin dhe nuk nguteshin, po njëjtën kohë nuk hiqshin dorë prej besimit, imanit. Për ata ju tha pejgamberi alayhis salam, do të vjen një kohë që me të vërtetë ky islam do të triumfoj dhe do të mbizotëroj në tokë, sa që njeriu do të shkon pej Sanas deri në Hadramaut, dy qytetet e Yemenit që i ka përmend pejgamberi Muhammed alayhis salam, dhe nuk do t'i frigohet atë askujt përpas Allahut fuqiplot, ose do t'i frigohet atë vetëm kopesë e tij mos vallë ndonjë ujk do t'i han ato. Na jap shpresë pejgamberi alayhis salam se ky islam do të triumfoj. Na jap shpresë pejgamberi alayhis salam se muslimanët, thirrsat, punëtorët që punojnë për hir të Allahut fuqiplot ballafaqohen me sprova të ndryshme në këtë dynja, por prapë se prapë na jap forcë dhe fuqi pejgamberi alayhis salam, sikur se ju thot aty në me të vërtetë ju jeni popull që po nguteni apo po nguteni sahabive vetë edhe neve. Për ata jo rasisht pejgamberi alayhis salam, kur agja i tij i tha hiq dorë, pasi e pa turistnin e madhe të mushrikëve të Mekës, ku i tha: ja Muhammed, o djali vllau tim, hiq dorë prej kësaj, lena rahat që të rrim rahat me familjet tona, familjarët tonë, qytetarët tonë. Dërsa çfarë ishte përgjigjja e pejgamberit ton Muhammed alayhis salam? Përgjigje fuqishme për imanit dhe bindjes të fortë në Allahun, duke i thënë axhës vet: o axha im, nëse dillën ma vendosi në anën e djathtë dhe hanën në anën e majt, se kurrën këtë çështje nuk do ta la derisa Allahu ta bën të vërtetën dhe njerëzit ta kuptojnë, ose derisa haku të triumfoj dhe të fitoj. Për ata kësaj njerëzit ballafaqohen me tortura, probleme të lashe, po thot pejgamberi alayhis salam që duhet bëjmë sabër, durim dhe të shpresojmë shpërblimin e Allahut, sikur sa ata njerëz që e përshkruajt hadith pejgamberit alayhis salam që ndan dy pjesë për shkak besimit, imanit tyne, sikur sa ata njerëz të cilët është vlu kazan me vaj dhe i kanë vendos vetëm pse kanë besu Allahun dhe nuk kanë ndryshuar imanin e tyre, sikur sa ata njerëz që lkurat e tyre ju kanë zhvesh prej trupa dhe mishët e tyre jenë rrip në farforme, po prap kanë qëndruar në besimin në Allahun të palëkundër, sepse dhimbja e kësaj dynjaje është e shkurt, çfarë do forme që të vjen, po shpërblimi për ta shumë i madh tek Allahu në botën tjetër. Allahu na forcoft, na udhëzoft në dinën e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.